Nëse vuani nga pagjumësia, provoni këto ushqime para gjumit dhe do na falenderoni. Për një gjumë të rehatshëm janë disa ushqime që ju ndihmojnë nëse i konsumoni rreth 50 minuta përpara se të shkoni për të fjetur. Pothuajse, ky do të jetë një sekret për të cilin do të ndjeni falenderues pasi të merrni përfitimet. Bananet janë një nga ushqimet më të mira për të ushtuar në dietën tuaj. Ato janë pikërisht edhe të pasura me elementë të cilët përveç se qetësojnë organizmin, i ofrojnë atij edhe elementet për të përmirësuar gjumin. Çaji i kamomilit është elementi kryesor për një gjumë qetësues, madje edhe qetëson edhe organet. Qumështi i ngrohtë 50 minuta para gjumit do të ndihmojë trupin dhe pasuron me tripofan, aminoacide qetësuese dhe relaksuese. Mjalti, duke u tretur në një gotë me qumësht të ngrohtë ose në çaj, do të ulë nivelin e stresit dhe do të përmirësojë gjumin. Tërshëra gjithashtu edhe bajamet janë të rëndësishme para gjumit.